Rozana dhe Gerta ndodhen në oborin e shtëpisë së Big Brother, ku tensioni mes tyre është rritur ndjeshëm pas një debati që kishte nisur më herët brenda në shtëpi. Rozana, tashmë e irrituar nga qëndrimi i Gertës, nuk e përmban më veten dhe nis ta sulmoj me fjalë të ashpra. Ti je një frikacake, Gerta. Një njeri i keq, i ulët dhe pa sens. Gjithkohës flet pas shpine, por nuk ke guximin të thuash gjërat në sy. I thot ajo me një ton të ngritur, duke e parë drejtë në sy. Gerta, e cila nuk është mësuar që dikush t'i flas me një ton të tillë, tund kokën dhe qesh me përbuzje. Unë jam frikacake? Ti po më quan mua të keqe? Rozana, ti je ajo që nuk ke një qëndrim të qartë. Një ditë je me një person, ditën tjetër e shan. Të paktën unë nuk bëj lojra të dy fishta. I përgjigjet ajo, duke e përballuar ashpërsinë e Rozanës. Rozana, tashmë edhe më e nxehur, afrohet më shumë dhe e shikon me ironi. Ti s'ke as karakter. Fshehesh pas të tjerëve dhe luan sikur je viktim, por në fakt je një nga njerëzit më të pabesë në këtë shtëpi. Gerta, e acaruar nga fjalët e saj, i afrohet dhe i drejtohet me një ton më të ashpër. Unë të paktën nuk jam fallthos si ti. Ti shkon e bën sikur je e dashur me të gjithë, pastaj i shan pas shpine. Dhe mbi të gjitha, më vjen për të qeshur kur më quan frikacake, sepse e dim shumë mirë se kush është frikacakja këtu. Banorët e tjerë, të cilët po dëgjojnë debatin nga afër, shkëmbejnë shikime mes tyre dhe presin se si do të përfundoj ky konflikt. Rozana, duke parë se Gerta nuk po tërhiqet, hedh duart në ajër dhe mbyll debatin me një fjalë të prerë. Ti mund të thuash çfarë të duash, por të paktën unë nuk jam një hipokrite si ti. Dhe mos guxo më të më quash fallco, sepse e di shumë mirë se unë i them gjërat ashtu siç janë. Pas i thot këto fjalë, Rozana largohet e inatosur, ndërsa Gerta mbetet në vend, duke tundur kokën dhe duke murmuritur me vete. Lufta mes tyre nuk ka mbaruar ende, dhe ky debat vetëm sa ka shtuar tensionin në shtëpi.